Orari i ri dhe frekuenca e shtuar në linjën Shkodër-Shirok-Zogaj po shërben edhe turistëve që vizitojnë qytetin. Për të autobusi është një mundësi e lehtë dhe shpejt për të udhëtuar drejt destinacioneve turistike përgjatë liçenit të Shkodrës. It's great. Yeah, I love tech. Është fantastike, po më pëlqen shumë të përdor transportin publik, të ngasësh makina ndonjëherë mund të jetë stresuese, ndaj mendoj se duhet ta përdorim më shumë transportin publik. Yeah, when you went to get the bus, it was. Për te lehtësisë së lëvizjes, turistët vlerësojnë edhe Shkodrën për qetësinë, mikpritjen dhe harmoninë fetare. Yeah, I'm from Poland. Është hera ime e parë këtu, jam nga Polonia. Këtë herë do të qëndroj vetëm 8 ditë, por tashmë dua të rikthehem përsëri. Këtu ndihem shumë e qetë. Mendoj se është shumë më i vogël se Tirana dhe shumë më i qetë. Më pëlqen shumë fakti që xhamit janë pranë kishave. Kjo të jep një ndjesi të diversitetit. Përmirësimi i transportit publik dhe rritja e aksesit drejt destinacioneve turistike mbeten në fokus të Bashkisë Shkodër. Shtimi i frekuencës së autobusëve dhe lehtësimi i lëvizjes synojnë të shërbejnë banorëve, por edhe të ofrojnë turistëve një mënyrë më të shpejtë dhe të organizuar për zbuluar Shkodrën dhe atraksionet e saj.